Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar përveç të tjerash, për besimtarin jep edhe një ekuilibër të veçantë, duke baraspërshuar kështu aktivitetin, adhurimin dhe procesin e tij në këtë botë. Për të folur më shumë mbi temën ekuilibrat që sjell Ramazani, të ftuar kemi kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame në Mitrovic, Ekrem Avdiu. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se takohemi. Atëherë, Ramazani, ky muaj i bekuar, a i rikthen ekuilibrat që njeriu duhet pasur në jetën e tij? Bismillahirrahmanirrahim. Ju falenderoj për ftesën dhe për konsideratën. Ju përgëzoj për përzgjedhjen e temës. Konsideroj se është temë për cilën më shumë se në çdo kohë tjetër kemi nevojë të mendojmë rreth saj pikërisht në këto ditë dhe në këto net të bekuara. Ramazani me komplet pakon e ofertave të tij përbën mes tjerash një zhvendosje të lehtë, jo emergjente, gjithsesi të përshtatshme edhe të përballueshme nga komoditeti dhe rahatia të cilën në një farë mënyrë e kemi gjatë gjithë vitit. Nuk po them se tër vitin jashtë Ramazanit e kemi me komoditet të plot, mirë po edhe në ato të pakëndshme sikur akomodohemi dhe mësohemi që të jetojmë me to. Kësaj Ramazani na zhvendos në programin e ushqimet, në programin e pushimet, në mënyrën e kalimit të 24 orëshit dhe planifikimit të tij. Në një farë mënyre deri diku dita bëhet natë dhe nata ditë, koha e ushqimit mbetet koha e agjerimit dhe anasjelltas. Dhe të gjitha këto janë një përgatitje për ta kuptuar veten tonë. Në radhë të parë për të kuptuar se sa kemi forcë rezistuese ndaj provave të jetës. Nëse gjatë Ramazanit arrim të agjerojmë me sukses dhe këtë e konfirmojmë me agjerimin e Ramazanit të gjitha kohët e vitit, atëherë e dëshmojmë me këtë se jemi në gjendje të përballemi me një uri qoftë edhe 20 orëshe në rast situate të vështirësisë e kështu me radhë. Njëkohësisht jemi në gjendje t'u besojmë atyre që në të vërtetë urinë mbase e kanë ashtu sikur se e kemi ne ngopjen për ditëshmëri. E kështu me radhë. Dhe në të gjitha këto zhvendosje të cilat Ramazani na i bën, sikur krijohet një ekuilibër i mrekullueshëm në mes një jete komode dhe një jete emergjente, ku ne në të gjitha rrethanat sikur e provojmë rezistencën tonë gjatë Ramazanit, e që është një praktik të themi gjatë jetës njerëzore, që të provojnë edhe instalimet e ndryshme dhe makineritë e ndryshme, a janë duke funksionuar apo jo. Pra Ramazani i rivë në funksion të gjitha ato aspektet e fjetura në neve, ndërsa e zgjon më tepër se çdo gjë tjetër aspektin e devotshmërisë, të cilin edhe e ka përmend Allahu i plotfuqishëm në Kur'anin famullar. Pra ju po harni se ndryshimet e përgjithshme që ndodhin për brenda muajit Ramazanit, duke filluar në këtë rast me agjerimin, pastaj që ndikon në abstenim nga ushqimi dhe pija, pastaj orari i xhumit e aktivitetit përgjithshëm, ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në ekuilibrin për ta marrë si koncept dhe për të vazhduar përpara. Pa pikë dyshimi, realisht ne sikur në jetën tonë të kësaj bote kur flejmë gjumë, shtrihemi në një krah, por gjatë natës rrotullohemi në krahin tjetër. E përjetojmë ngopjen edhe vazhdojmë të jetojmë të ngopur edhe me ushqim edhe me pije gjatë gjithë kohës, mirë po kemi nevojë ta përjetojmë edhe urinë, ta përjetojmë edhe etjen dhe të njëjtat në bazë ditore kualifikohemi, ngritemi nga një shkallë për shkak se në mbrëmje kur bëjmë iftar, në një farë mënyre na kaplon një ndjenjë gëzimi e lumturie, të cilën e përjeton vetëm agjeruesi. Ai që nuk agjeron, atij është edhe e vështirë të përshkruhet çka do të thotë ajo lutja e iftarit, iku etja, unë jam ndamarët, ndërsa ngeli shpërblimi. Shpërblimin nuk do ta trajtoja thjesht vetëm si shpërblim në botën e përtejme, por shpërblimi i përfshin, mendoj, edhe të gjitha dimenzionet e kësaj bote, duke e pas parasysh se realisht ne e zbulojmë veten tonë, i zbulojmë aftësitë tona, mbi të gjitha e arrim një nivel të përkushtimit që manifestohet nëpërmjet vetë përmbajtjes.
E mendoj se për këtë, pra për vetë përmbajtjen, kemi më tepër nevojë se për çdo gjë tjetër gjatë përditshmërisë sonë. Sa mos pajtimet, sa konfliktet madje ndodhin vetëm për shkak se ndonjëra palë apo të dyjat nuk e kanë aftësinë e vetë përmbajtjes, qoftë edhe për një çast. Dhe si rrjedhoi agjerimi i zbulon të gjitha këto aspekte pozitive në qenien tonë, edhe kur e dim se i posedojmë në një farë mënyrë krijohet një lloj vetbesimi për të ecur përpara dhe për të ngritur, si në aspektin e përkushtimit fetar, atë të besimit, po mbi të gjitha edhe në aspektin e mirësjelljes, duke nënvizuar se Islami në të gjitha ato ritualet të cilat i ka përligjur për neve, disa prej tyre i ka obliguar, disa i ka preferuar, të gjitha ato pamohueshëm kanë ndikim edhe në sjelljen tonë. Duhet të kenë ndikim në sjelljen tonë, e pastaj secili mbetet sa do të jetë vetë mohues për të arritur këtë shkallë. Në muajin e bekuar të Ramazanit natyrisht se është ndërlidhur ngushtë aspekti i trupit dhe i shpirtit. Por cila është ndërlidhja mes trupit dhe shpirtit për të pasur një ekuilibër të veçantë në jetën tonë? Po Ajeti 183 i surës Bekare që flet Allahu i madhruar për agjerimin, mendoj se na jep përgjigjen më të mirë në këtë aspekt. Për arsye se ajeti thotë ju që keni besuar u është obliguar juve agjerimi, sikurse u ishte obliguar atyre që ishin para jush në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Agjerimi është diçka cilin ne e bëjmë me trupin tonë. Ani pse është abstenim për dallim prej të gjitha ritualeve tjera islame. Të gjitha janë veprime. I vetmi agjerimi është abstenim edhe vetë përmbajtje. Dhe kjo mendoj se e kompleton atë dosjen e nënshtrimit dhe përuljes e përkushtimit ndaj krijuesit të gjithësisë. Në të gjitha format e dëshmojmë një gjë të tillë. Namazi i ka ato lëvizjet, i ka pëshpëritjet, i ka edhe ndjenjat. Zekati është aktivitet financiar, material. Haxhi është aktivitet edhe fizik edhe financiar edhe i ka edhe lutjet e veta. Përderisa agjerimi thjesht të heqësh dorë. Pra jo të veprosh, por të heqësh dorë. Dhe në këtë mënyrë kompletohet mozaiku i përuljes ndaj Allahut të madhruar. Dhe kur e bëjmë një gjë të tillë, padyshim që trupi dhe shpirti funksionojnë në një mënyrë të mrekullueshme. Për arsye se gjatë gjithë vitit, sikur shpirti na e merr edhe kohën më të madhe, edhe pjesën e brengave, preokupimeve, e kështu me radhë, dhe vije një kohë kur megjithatë duhet t'i kthehemi shpirtit edhe t'i qasemi me një qasje mirëmbajtëse, ose kultivuese, ose fisnikruese, ose si do të ta quajmë. Dhe në këtë rast ajeti thotë do të agjeroni, pra me trupin tuaj të abstenoni nga ushqimi dhe pija, në mënyrë që të arrini devotshmërinë, ndërsa devotshmëria e tejkalon formalen. Devotshmëria mendoj se është gjendje, është realitet, është diçka të cilën shpirti në radhë të parë duhet ta përjetoj, edhe duke e ditë, po mendoj të gjithë i kemi të qarta gjithë ato përkufizime, sqarime, zbërthime që i kanë dhënë dietarët e Islamit devotshmërisë si koncept, nëse i grumbullojmë të gjitha, i shtrydhim, do të na dalë një nektar i një përkufizimi të thjeshtë. Devotshmëria është gjendje në të cilën Zoti i plotfuqishëm dëshiron me na pa, në cilën krijuesi ynë ka kënaqësi që ne të gjendemi ashtu, e këtë nuk mund ta arrijmë vetëm formalisht. Për arsye se, sikurse e dim, përkushtimi formal mund të jetë edhe shtirje, mund të jetë edhe hipokrizi, ndërsa përkushtimi real është ai përkushtim i cili generator e ka të brendshmën, e ka esencën, e ka shpirtin, ai i cili buron prej shpirtit, edhe është i lyer me ngjyrën e përzemërsisë. Ajo është devotshmëri reale dhe aty ka sinqeritet edhe përkushtim të vërtet ndaj Allahut fuqishëm. A është koncept i gabuar kur dikush mund t'i jap rëndësi vetëm trupit, anashkalohet shpirti, ose ana kundërt, t'i jepet rëndësi vetëm aspektit shpirtëror, ndërsa aspekti fizik pra trupor të neglizhohet. Ndërlidhja atyre, sa duhet jemi konkret realisht në veprimet në këto dy situata? Të gjitha mësimet e Islamit na e konfirmojnë këtë ekuilibër për cilin po flasim, edhe gjithashtu e konfirmojnë se çfarëdo dhënie përparësi është prishje e këtij ekuilibrit. Trupi është adresa dhe pasqyra e shpirtit. E thonë edhe jo vetëm dietarët e fesë, por edhe njohësit e gjanave të ndryshme të psikologjisë sidomos, thonë fytyra është pasqyra më e mirë
e shpirtit. Nuk ka të bëjë me fytyrën si dukje, sa ka të bëjë me fytyrën si rrezatim. Në anën tjetër, edhe trupin, ashtu sikur se edhe shpirtin e kemi emanet. Kemi përgjegjësi për ruajtjen e tij, edhe nëse ndonjëri prej neve të themi do të dëshironte të marrim një situatë hipotetike, mund të tingëlloj vrasht dhe banale, ta këpos një gisht në shenjë përkushtimit ndaj Zotit. A do të fitonim sevap për këtë punë? Padyshim që jo. Për çfarë arsye? Për arsye se nuk fitohet sevap me atë që Zoti nuk e ka lyp, nuk e ka kërku prej teje. Ndërsa prej neve Zoti ka kërku vetëm ato gjëra të cilat janë të përballueshme, janë të përshtatshme, janë normale dhe i bëjmë pa ndonjë mundim të madh. Për shembull, nëse kthehemi te agjerimi dhe i referohemi atij. Agjerohet prej agimit deri në mozg, deri në perëndim diellit. A lejohet të agjerohet 2 ditë pa ndërprerje? Jo. Pse? Për arsye se është jo njerëzore, është e rëndë për njeriu. Përderisa agjerimi i 1 dite prej agimit deri në mozg mund të jetë 20 orë, 21 orë, 22 në disa vende ku gjatësia e ditës është më ekstreme. Megjithatë kaq. 2 ditë janë tepër. Edhe çdo përkushtim tjetër ku ne mund të pretendojmë hipotetikisht se po e ngopim shpirtin, po e gdhendim atë, po e fisnikrojmë atë, ndërsa i hymë në hak edhe e dëmtojmë trupin, fizikun, atëherë kjo nuk mund të jetë veprim i qelluar dhe kësaj e vrejmë se nëse i jep përparësi trupit dhe fizikës, në një farë mënyrë e ke ngrit në vete atë anën të quaj kushtimisht pa u keq kuptuar atë anën kafshërore. Nëse i jep përparësi vetëm shpirtit, e ke stimuluar anën engjullore, ndërsa njeriu është mes dyja. Njeriu as nuk është kafsh, as nuk është engjull, është njeri për shkak se ecën në këtë dualizëm të përkryer, cilin e ka zgjedhur për neve Zoti i gjithësisë. Nëse ky muaj i bekuar i Ramazanit, në këtë rast agjerimi, shndrohet vetëm në realizimin e orëve të plota të agjerimit, edhe faljen e namazeve të caktuara, por pa e ndije me zemër. Sa ndikon kjo për shembull në aspektin e ekuilibrit të këtij muaji të bekuar? Jam i bindur se efekti i Ramazanit si pako, edhe i agjerimit në veçanti do të arrihet për atë sa e përjetojmë, jo për atë sa e dimë. Nga se ne mund të lexojmë 10 libra për rregullat e agjerimit, çka e prish, çka nuk e prish, e kështu me radhë, megjithatë mbetet që shpirti të shijojë ato. Edhe kur jemi agjerueshëm, edhe etjen, edhe tharjen e gojës, edhe plogështin e cila na prek në kohë caktuara, të gjitha këto shpirti duhet t'i përjetoj. Edhe do t'i përjetoj vetëm nëse e ka të qartë në vëmendjen e tij synimin. Çka po synojmë me arrit me gjithë këtë? Synojmë me arrit kënaqësinë e Allahut fuqiplot si synim sublim. Nën këtë synojmë me arrit devotshmërinë. Devotshmëria që ishte të bëhemi të atill që të mos bëjmë asgjë që e prish kënaqësinë e Allahut për neve, ose që e prish edhe ekuilibrin që Zoti e ka krijuar edhe në gjithësi. Gjanat jetojnë në mënyrë të ekuilibruar, por njeriu nganjëherë me veprimet e tij të pamatura i çrregullon ato. Kësaj për atë sa përpiqemi ta përjetojmë në shpirtin ton agjerimin edhe veprimet tjera, edhe namazin edhe të ngjashme, aq do t'i krijojmë hapësirë agjerimit që të bëj efekt në qenjen tonë, edhe si rrjedhoj pas kësaj do të dalim të diplomuar dhe të stërvitur në kuptimin e plot fjalës. Pra, thira juaj është që të përjetohen adhurimet, të përjetohet ibadeti. Në këtë rast, edhe namazi si obligim, edhe agjerimi, edhe leximi i Kur'anit, edhe sadakaja, edhe gjithçka tjetër të përjetohet më shumë në mënyrë që të jepet ai ngjyrimi tamam fetar e të prek në zemër dhe shpirtin tonë. Për të kaluar një pjesë e veçantë që ndërlidhet me temën tonë natyrisht, aspekti i gjuhës, sa duhet të jetë besimtari i ekuilibruar në raport me gjuhën e tij. A guxon të jetë ndonjëherë përjashtues, i vrasht, i ashpër, duke pasur parasysh thirrjet që bën ndaj agjeruesit për një kujdes të tillë? Pa pikë dyshimi, besimtari në asnjë mënyrë nuk guxon të arrijë atë gjendje që rrethi ose familja në radhë të parë të ndinë keqardhje për gjendjen e tij prej agjeruesi. Shembull, të mos vije situata që për shembull nana, kryefamiljarja, të thot fëmijëve, rrini orë se baba juaj është agjerueshëm.
Agjerimi nuk duhet na bëj të rrezikshëm për familjet tona, nuk duhet na bëj jo tolerant për sjelljen e fëmijëve tan ose të njerëzve në përgjithësi. Nuk do të themi njerëzve mos u mungot se jam agjerueshëm. Përkundrazi, i dërguari sallallahu alejhi wasallam na ka mësuar që edhe nëse dikush na provokon rand, ne të tregojmë të përmbajtur dhe tjetrit t'ia tregojmë arsyen pse jemi as të përmbajtur, të themi un jam agjerueshëm. Në disa transmetime ka ardhur ti themi 2 herë, un jam agjerueshëm, un jam agjerueshëm. Këtë edhe nëse nuk e themi me fjalë, duhet ta dëshmojmë me veprat edhe me çndrimet tona. Gjuha, duke qenë se është zëdhënësi i qenjes njerëzore, e ka rolin më të madh në ndreqjen ose prishjen e relacioneve mes njerëzve. Një hadith i mrekullueshëm në këtë temë thot ai i cili nuk e braktis gënjeshtrën dhe gjitha ato gjëra që rrjedhin prej saj, Zoti nuk ka nevojë që ai ta braktis as ushqimin edhe pijen. Që do të thotë se nëse me agjerim nënkuptojmë braktisjen e ushqimit, pijes, e gjitha atyre gjërave që e prishin agjerimin në kohë të caktuar, edhe këto janë gjëra bazike, janë shtyllat të agjerimit, por braktisja e të folurit keq është akoma më e rëndësishme për vlefshmërinë e agjerimit. Që do të thotë se ne derisa jemi agjerueshëm duhet jemi maksimalisht të përmbajtur nga të folurit keq, nga ofendimet e ndryshme, nga sharjet e ndryshme, nga çdo fjalë që do ta thonim e nuk do të shpresonim sevap edhe shpërblim prej saj. Në këtë rast njeriu në një ditë të agjerimit bëhet i përmbajtur 15 orë, 16, 17, 12, s'ka rëndësi sa zgjat dita, edhe në ditën e dytë, e tretën, në 29-ën, në 30-ën, nëse Ramazani i ka 30 ditë, ai më veç e fiton si shprehia atë që të jetë i përmbajtur në gjuhën, por edhe në sjelljen e tij, e kjo pastaj e bën agjerimin tamam funksional dhe efikas ashtu si synohet. Pra ju nënvizoni se çdo besimtar, në këtë rast çdo agjërues, duhet të ndihet spari mirë e të bëj edhe të tjerë të ndihen mirë për faktin se ai është agjërues. Larg çdo akuzë, larg çdo përgojimi, larg çdo situatë kur tjetrin e vendosin presion. E ky është thelbi realisht i mesazheve të Ramazanit. Atëherë, nëse Ramazani sjell tek besimtari një ekuilibër të brendshëm, si duhet të reflektohet ky ekuilibër, qoftë me familjen, qoftë me rrethin, apo në punë edhe diku tjetër? Do të ishte shumë e rëndësishme ta kuptojmë se ajo esenca për cilën po flasim, ajo është e synuar me më përparësi se sa thjesht braktisja e ushqimit edhe pijes. Edhe kjo nuk është vetëm te agjerimi, është edhe te namazi, edhe te zekati, edhe te haxhi, edhe te gjitha veprimet e caktuara. Një njeri i cili përzemërsisht dëshiron ta bëjë një vepër të mirë, edhe nëse për shkak të pamundësisë nuk e bën, të gjithë e dimë se ai do të shpërblehet. Ekziston e kundërta, një njeri i cili e bën një vepër formalisht pothuajse të përkryer, mirë po i mungon esenca, i mungon motive, e ka bë për synime tjera, jo që themi ne fi sebilillah. Ai le që nuk shpërblehet, ai madje edhe mund të ndëshkohet për atë vepër, se është hipokrizi. Andaj kur e kuptojmë edhe të agjerimit njëjtën gjë, e kuptojmë se mesazhi fillestar i devotshmërisë është të jesh mirë me Zotin në linjën vertikale dhe të jesh mirë me njerëzit në linjën horizontale. Kjo kur arrihet, atëherë të gjitha ibadetet tjera vetëm se e fuqizojnë këtë gëdhendje të shpirtit në radhë të parë, po edhe gëdhendje dhe rregullim të sjelljes edhe relacionit me njerëzit. Në momentin që arrim këtë, mund të shpresojmë se Zoti na e ka pranuar agjerimin, edhe na e ka mundësu ose na e ka dhuru mundësinë që të bëhemi të devotshëm. I devotshmi pra është i mirë me Zotin edhe i mirë me njerëzit. Po, në çfarë mënyre ndikon heshtja për të pasur një ekuilibër të veçantë në Ramazan? Heshtja nganjëherë është vepër e mirë. Heshtja nganjëherë flet vetvetiu, për arsye se njeriu nuk hesht gjithmonë vetëm pse nuk ka çfarë të thotë, por hesht për shkak se nuk është i kënaqur me një situatë të caktuar dhe e di se nëse thuhet vetëm edhe një fjalë vetëm aty, ajo mund ta rëndojë situatën edhe më tepër. Pavarësisht pse ajo që do të thuash ti mund të jetë e mirë edhe e qelluar, por nganjëherë situatat ngarkohen me fjalë të tepërta. Kësaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, na ka thonë kush e beson Allahun edhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pra të flasësh mirë është alternativa e preferuar, është premium të themi, mirë po nganjëherë heshtja edhe ajo është alternativë shumë e mirë për arsye se është
mundësi e largimit të ngarkesave negative në një komunikim. Heshtja njeriun e bën me peshë edhe me vlerë. Madje, sidomos të ata që nuk din, ose të ata që nuk kanë kompetencë, për arsye se mosdia në një farë mënyrë është shoqërues i pandashëm i njeriut. Pavarësisht sa kemi arrit në mësime, në studime, në dije, kështu me radhë, prapë kemi shumë gjana të cilat nuk i dim. Dhe heshtja është prononcimi më i mirë i atij që nuk ka kompetencë për të folë për një gjë, ose është prononcimi më i mirë i atij i cili është i bindur se të flasësh për një gjë, megjithatë vetëm mund ta rëndoj situatën. Si e formson Ramazani besimtarin në raport me kohën, në një ditë me plot angazhime, pastaj në një natë të qetë me adhurime? Po, nëse e bëjmë një krahasim, 11 muajt e vitit jashtë Ramazanit, ne përpiqemi të jetojmë me një orar të caktuar, megjithatë oraret i respektojmë, për shembull, e respektojmë orarin e punës, e respektojmë orarin e namazit, por nuk jemi shumë të përkushtuar për shembull në orarin e xhumit, nuk jemi shumë të përkushtuar në orarin e tushyerit, në orarin e uljes në sofër bashkë me familjarët. Edhe jemi dëshmitar se gjatë ditës pra rrallë ndodh që të gjithë anëtarët e familjes të ulen së bashku në sofër. Kjo eventualisht mund ndodh vikendeve, edhe ajo nuk është gjithnjë e garantuar. Ramazani e shndron një atmosferë krejt tjetër. Madje mendoj se këtu del në pah madhështia e Ramazanit, se në familje ku ka edhe të atill që nuk agjerojnë, megjithatë sofra e iftarit edhe ata i bën bashkë me agjeruesit. Në një farë mënyre koha e zgjimit, koha e xhumit, koha e uljes në sofër, për shembull në iftar, ose koha e ngritjes nga sofra në syfyr, janë të rregulluara me minuta. Domethënë në mënyrë shumë strikte, edhe njeriu që e respekton një gjë të tillë, në një farë mënyre është i aftë edhe i përgatitur që t'i nështrohet, nëse është nevoja, edhe një disiplinë ushtarake. Ne të gjithë e dimë se disiplinat ushtarake janë më seriozet edhe më striktet në jetën e përditshme. Agjerimi të bën edhe ushtarak të mirë edhe të përkushtuar edhe të disiplinuar. Përballë sfidave të jetës, të ditës, dinamika ka që madhe. Apo jetojmë, apo po kalojmë në përditë? Mendoj se një pjesë e madhe e njerëzve thjesht po mbijetojnë. Edhe një pjesë e njerëzve i sheh sikur s'po kam çka me bë, po e mbyti kohën. Mendoj se në këtë rast ky është dëmi më i madh që njerëzit mund t'ia shkaktojnë vetes, por arsyeja e kësaj padyshim që është vetdia ose mungesa e vetdijes për vlerën e kohës. Koha është begatia e vetme me të cilën Zoti i plotfuqishëm na ka qitë në sprovë. Begatia e vetme që na ka qitë në sprovë të veçantë kam fjalën, për shkak se kur ikën një pjesë e saj ikën pa kthim. Njeriu mund të pasurohet, mund të varfrohet, mund të pasurohet sërish, jemi të shëndetshëm, na kap gripi ose një gjendje tjetër e plogështisë, po shërohemi sërish e kështu me radhë. Koha që ka ikë nuk ka mundësi të kthehet prapa më. Pjesët më vitale të jetës janë, sigurisht është rinia, për shembull, e për cilën njeriu do të llogaritet dhe do të jap përgjegjësi në mënyrë të veçantë. Çdo njeri prej neve sot në moshën time ose afër saj ose më të avancuar se ajo do të dëshironte sikur të kthehej edhe një herë i ri, mirë, po është e pamundur. Nganjëherë klithim duke u treguar fëmijëve tanë ose gjeneratave të tjera, sikur të isha edhe një herë i ri ose sikur ta kisha edhe një herë kohën tuaj, megjithatë jemi jo shumë të besueshëm për një arsye të thjeshtë. Ata mund të na thojnë, po ti ke qenë i ri, pse nuk e ke shfrytzuar? Mendoj se vjen shprehje pikërisht ajo që ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dy gjëra mos tepër me dështojnë to ose mashtrohen to shumica e njerëzve, koha e lirë dhe shëndeti. Koha e cila nuk kthehet, por edhe shëndeti i cili pavarësisht që me avancimin në moshë njeriu mund të quhet i shëndetshëm, por nuk e ka freskinë, nuk e ka forcën edhe energjinë për të bërë punë të cilat do t'i bante kur ka qenë i ri. Andaj kemi nevojë të theksuar për të vetëdijsuar për vlerën e kohës, për vlerën e ditëve. Ka thonë Hasan el Basriu, o njeri, ti nuk je gjatë tjetër veç se një grumbull ditësh. Sa të ik një ditë, ka ik një pjesë e jotja. Nderuar, falenderoj shumë për kontributin tuaj mbi këtë temë. Zoti ju shpërbleft.
Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi që bashkëpunsoj. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni jon për sonte. Deri në takimin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.